4 persona janë arrestuar nga policia në Tiranë dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim për mashtrim. Në pranga u vun Jonathan Xhaferri, 24 vjeç, Leonard Gjika, 39 vjeç, Mikel Panxhi, 30 vjeç, të 3 banues në Elbasan, si dhe Petro Ferzaj, 51 vjeç, banues në Vlorë, ndërsa në kërkim janë Gjensil Xhefa, 27 vjeç, banues në Elbasan dhe Florian Gjergji, 40 vjeç, banues në Shkodër. Sipas policisë, në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata kanë tentuar të mashtronin një biznesmen ndërtimi në kryeqytet, duke i kërkuar atij shumën prej 70.000 euro, duke u prezantuar si përfaqësues të një zyrtari shtetëror. Sapo ka kuptuar se po mashtrohej, biznesmeni ka bërë kallëzim në polici, ku ka rezultuar se personi që kishte telefonuar ishte i kërkuari Florian Gjergji. Ky i fundit, sipas burimeve të policisë, rezulton të jetë organizatori i skemës mashtruese. Gjergji është shpallur edhe më herët në kërkim, i dyshuar si person që ka mashtruar disa biznesmen të tjerë. Gjatë operacionit në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 automjete dhe 6 aparat celular.